Dytën Europan, I pari do të jetë një I ri, plot forcë dhe ndjeshmëri, Neroni Kacerja, me la solita storia del pastore. Ndërsa unë jam marrë që jam kaq veçantë sepse për ka spektrit autik, moto e rësime është mos u dorëzo, never give up, till t'ja dalësh. Dua të ftoj miqtan në skenë, Erionën! Duani! Jedi! Enti! Gardine Diego! Neroni! Ka gjithë të pashtu! Si një familje e vogël artistësh, do t'ju dhurojmë edhe një moment të fundit muzike. Faleminderit që ishit me ne. Mirupafshim dhe shihemi herën tjetër, plot me tim.
Ky koncert, siç ka dhe titullin, Tingu i zemre, është bërë me shumë zemër dhe gjithë nga ne kemi vënë kohën, kemi dhënë mundin ton patjetër zemrën sepse gjithçka fillon nga aty, siç dëshira për të qenë pjesë e artit, siç dëshira për të kënduar, kështu që ky koncert për mua ka pasur një peshë shumë të bukur dhe shumë të madhe emocionale. Është hera ime e parë që debutoj në Elbasan në fakt, në teatrin Skampa dhe jam shumë i lumtur për mikpritjen, për publikun e gjerë, për publikun të cilët na pritën me shumë dashuri, që dhurojnë duart rokitit e tyre, që ndan kohë nga koha e tyre për të parë këtë koncert. Në fundit ne për publikun e erdhëm dhe besoj që tek ju erdhëm më së miri dhe ju emocionuam në atë që ne dim bëjmë më mirë. Faleminderit shumë. Mesazhi është një dhe i vetëm, secili nga ne duhet të bëj atë që mund të bëj, dhe duke bërë secili atë që mundet, bëhet edhe më e bukur, bëhet edhe më e thjeshtë, bëhet gjithçka edhe më e arritshme. Kështu që secili prej nesh mund të jetë thjesht vetvetja dhe duhet punoj fort për çfarëdo lloj dëshire që mund të ketë. Faleminderit juve. Ishte një kënaqësi të cilën ma vërtetuan duartërgitjet e publikut, që ishte e barazvlefshme me një numër shumë të madh personash, cilët them drejt nuk e mendoja që do ishin aq shumë. Kështu që e gjitha kjo te unë u përkthy në një emocion shumë të madh, cilin duket nga mënyra se si po flas që nuk e kam kaluar ende, por janë pikërisht këto fjalë të sinqerta që unë po lejoj emocionin të mi dëftoj. Njohim si sportist, po të dishim si ishe edhe këngëtar. Është një nga pasionet e hershme të mia, dëshira për të marrë me art. Një ndër to është edhe të kënduarit. Nuk them që jam profesionist, ama them që kam një dëshirë të madhe për të kënduar dhe shpesh ose kur më jepet mundësia, sidomos në koncerte kaq të bukur dhe të organizuar si këto, këndoj për ta ndjerë veten sa më pranë artit dhe për t'i dhënë publiku dhe njerëzve që duan diçka ndryshe nga gjërat që ofron përditshmëria. Faleminderit ju. Fillim ju falenderoj. Ju falenderoj për të mundësi që miti për të folur për Luanin. Sonte unë kam mbi 40 vjet i ulur në këtë teatr, këto shkallë, këto karrike. Po sot është një natë pa harruar për mua. Sinqerisht, jo vetëm për Luanin, po gjithë to që e duan jetën. Gjithë to ishte tamam tingu i zemrës. Sinqerisht them që për mua do jetë një natë pa harruar, jo vetëm për mua, po të vjerë me kujdes salla u mush. Do të thotë që këto janë dikushtat. Tash po tjetër flasim për Luanin. Luani është simboli i alpinizmit. Luani është një nga ato që jep një dritë. Është një nga ato që ne jep frymëzim në alpinizëm. Kur dikush të lodhet, Luani fillon ka një moment të shëllime me melodi që sinqerisht vjen natë që nuk di sa Luani. Do kisha qejf t'ja kaloja. Është kënaqësia jonë, është falenderoj. Sot si prezantues, unë ndjeva shumë i lumtur sepse u realizua ëndra ime për të bërë prezantues dhe moderator. Të rinjve ju jap një mesazh që muzika dhe arti vlen sa 1000 jetë. Puna them drejtën nuk ka qenë fare vështirë, të gjithë janë treguar shumë mirë kuptues ndaj meje dhe ç'është më e rëndësishmja më kanë mirë kuptuar dhe më kanë bërë punën shumë herë më të thjeshtë përpos kufizimit të gjithë secilit që mund të ketë. Sot për mua ka qenë shumë emocionuese, edhe në skenë nuk e di në e vutre, po unë isha gjatë gjithë kohës së përlotur dhe ka qenë një sfidë ekstra e madhe sepse kisha përgjegjësinë jo vetëm si muzikante dhe pianiste, po kisha edhe përgjegjësinë e komplet organizimit të koncertit dhe dëshiroja më të mirën. Shpresoj që t'ja kemi arritur. Pikërisht për atë arsye është organizuar dhe menduar, konceptuar një projekt i tillë. Unë mendoj që të gjithë njerëzit janë të aftë të bëjnë atë që duan në momentin kur e duan shumë dhe punojnë shumë. Dhe këta djemë dhe vajza që ishin sot këtu janë persona që e dashurojnë muzikën dhe janë po aq të aftë sa të gjithë në të tjerët për ta realizuar dhe për të qenë pjesë e skenave shqiptare. Dhe jo vetëm se jo.